Kur vdes një njeri modest, gjithë njerëzit mblidhen në xhenazën e tij, syt lotojnë për ta dhe ja përmendin vetëm të mirat. Dhe ai përmendet çdo herë me fjalë të mira. Ndërsa mendje madhi, kur vdes, largohet i vetmuar, askush nuk ndihen dhimbje për ta dhe zemrat nuk luten për ta. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar xhamatli, një nga virtytet më fisnike dhe më të larta dhe më të dashura tek Allahu, Zoti i gjithësisë, është virtyti i modestisë dhe përulësisë. Ndërsa nga veset më të shëmtuara, nga cilësitë më të ulta, nga smundjet më të rrezikshme të zemrës, është e kundërta e saj. Është mendjemadhësia dhe arroganca. Modestia nuk është dobësi. Nuk është nënçmim i vetvetes. Pra njeriu kur bëhet modest, është modest, nuk duhet ta konsideroj ai fillimisht dhe të tjerët se ai është i dobët apo është duke nënçmu veten. Përkundrazi, modestia është forcë, është vlerë, është fisnikri dhe tregon se pronari i saj e ka zemrën e pastër. Modestia është moral i atyre që e njohin Allahun, e adhurojnë Allahun dhe i nënshtrohen vetëm atij. Allahu për njerëzit modest dhe të thjesht thot: "Wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna." Robërit e të gjithë mëshirshmit, robërit e Allahut, janë ata që ecin në tokë me përulësi, me modesti dhe qetësi. Gjithashtu, këtyre njerëzve modest u takon shpërblimi në këtë botë dhe sidomos në botën tjetër, në botën e ardhshme. Allah i madhëruar thot: "Tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada." Ahiretin, botën tjetër, shpërblimin në të do t'ua japim atyre që nuk kërkojnë madhështi dhe as ngatresa në tokë. Dërsa pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur ka fol për krenarinë e vërtet, ngritjen e vërtet, e ka formulu kështu. Ka thënë: "Ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Askush nuk përulet për hir të Allahut, vetëm se Allahu e ngren lart atë. Njeriu modest, njeriu i thjesht, ai e ka vendin e lartë tek Allahu. Ai vlerësohet tek Allahu. Edhe kur vlerësohet tek Allahu, nuk është me rëndësi si e shiqojnë atëherë njerëzit. E rëndësishme është që t'jesh në vend të lartë tek Allahu. Nëse është kështu, nuk do të kaloj kohë, do të vlerësohesh edhe nga njerëzit, sidomos nga njerëzit e mirë. Prandaj, kush dëshiron ngritje të vërtet, kush dëshiron të ngrihet me të vërtet, le ta kërkoj atë në derën e modestisë, e jo në derën e mendjemadhësisë. Njeriu mendjemadh e madhron veten dhe e harron madhrimin e Allahut. Ai shiqon njerëzit nga lart,
ndërsa i larti i vërtet, Allahu Gjelle Gjelalu, e ullë dhe nënshmon atë pa e ndijer ai. Ai mburret me pasuri, me pozit, me bukuri, me fuqi, me prejardhje, me farefis, po gjërat mund të ndryshojnë shumë shpejt. Një sëmundje mund të ashtrinë në shtrat për gjithmonë dhe të bëhet i nevojshëm për çdo gjë. Një lëvizje gabuar në biznes mund t'ja humb pasurinë dhe ta kthej atë në fukara të nevojshëm. Një moment sprove mund ta korrit dhe e humb nderin, e humb pasurinë, e humb pozitën, e humb famën dhe dinitetin. Nënçmohet dhe i vjen marrë dhe turp të del edhe nga shtëpia e tij. Prandaj njeriu i mençur është ai që e përul veten para Allahut, nuk bëhet arrogant dhe vazhdimisht e kërkon mbrojtjen e Allahut. Allahu na bëf prej robërve të tij modest, të sinqert dhe larg mendjemadhësisë dhe arrogancës. Shumë mendjemdhënj mendojnë se arroganca do ta ngrej atë në sytë e njerëzve. Po në të vërtet, ajo e ul atë. Ata mendojnë se ashpërsia do t'u ashtoj respektin. Në të vërtet, ajo i sjell urrëtie dhe largim nga njerëzit. Njerëzit nuk e duan mendjemadhin. Nuk e respektojnë sinqerisht, sepse ai u flet nga lart. Vetëm se nëse kanë ndonjë interes apo kanë frikë nga ai. Ndërsa modestia ka ndikim të vërtet në zemrat e njerëzve. Ka njeri që nuk ka pasuri, nuk ka pozit, nuk ka pushtet, por njerëzit e duan dhe zemrat anojnë çdo herë ka ai. Pse? Sepse kur Allahu e do një rob, ai e bën të dashur edhe tek njerëzit. Kur Allahu e do një njeri, i bën që dhe krijesat tjera ta duan atë. Siç ka në hadith, inni uhibbu fulanen fa ahibbuh, unë e dua filanin, Allahu Azza wa Jall thot, duajeni edhe ju. U thot banorëve të qiellit, me laçeve dhe ajo dashuri zbret edhe në tokë dhe të gjithë njerëzit e dua. Modestia nuk është vetëm fjalë që thuhen, por ajo shfaqet në sjellje dhe në mënyrën se si i trajton të tjerët. Ajo shihet në fjalët me të cilat u drejtohesh njerëzve, me butësinë që e ke me ta, në dëgjimin e tjetrit me respekt, në respektimin e të madhit dhe të voglit. Ajo shihet në buzëqeshje të sinqert. Modestia është ta njohësh vlerën tënde reale. Çdo njeri e di veten e tij. Modestia është ta ndihesh veten gjithmonë të varur dhe nevojtar për mëshirën e Allahut Gjelle Gjelalu. Shikoni fundin e njeriut modest dhe fundin e mendjemadhit. Kur vdes një njeri modest, gjithë njerëzit mblidhen në xhenazën e tij, syt lotojnë për ta dhe ja përmendin vetëm të mirat. Dhe ai përmendet çdo herë me fjalë të mira. Ndërsa mendjemadhi, kur vdes, largohet i vetmuar, askush nuk ndihen dhimbje për ta dhe zemrat nuk luten për ta. Të nderuar vëllezër, problemi nuk është vetëm tek njeriu mendjemadh, arrogant që imponon veten mbi të tjerët. Nuk është problemi vetëm tek ai. Problemi është edhe tek njerëzit që e rrethojnë, edhe tek shoqëria, që ata ja lejojnë këtë. Ata me dije apo pa dije ja ushqejnë këtë sjellje
dhe ja shtojnë, ja rrisin, ja ushqejnë në mendje madhësi. Ndoshta për të fituar diçka prej tij, apo për të mbrojtur prej sherrit të tij. Shoqëria luan një rol të madh. Dhe e keqja është se pas një kohe, vet ata ankohen prej tij. Mos pyet vetëm pse janë shtuar mendje mëdhejt, po pyet edhe pse janë shtuar njerëzit që ua ushqejnë atyre këtë pozit, këtë gjendje. Sikur njerëzit të ndalonin komplimentet e rreme dhe servilizmin, shumë prej tyre do të rrëzoheshin, sepse nuk kanë vlerë të vërtet. Shumë prej atyre që sot duken të mëdhenj, po të uhiqeshin duar trokitje dhe lavdrimet e njerëzve, do të zbulohej e vërteta e tyre. Allahu na falt, Allahu na mëshiroft, Allahu na udhëzoft, Allahu na përmirësoft sjelljen dhe moralin. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullaha li wa lakum.